Kosta e jetesës sot në Shqipëri është kthyer në një emergjencë reale për familjet shqiptare. Inflacioni në korrik arriti nivelin më të lartë në mbi 2 vite. Rritja vjen pikërisht nga ato gjëra pa të cilat një familje nuk bën dot: ushqimi, shtëpia, transporti. Sot ushqimet në Shqipëri kushtojnë më shumë se mesatarja e Bashkimit Evropian. Të ardhurat tona ndërkohë janë vetëm 43% e mesatares së BE-s. Ja kemi kaluar Europës me çmimet, por krahasohemi me vendet më të varfra për mirëqenien. Pasojën e shohim te buxheti i familjes. Familja shqiptare shpenzon rreth 40% të gjithë buxhetit vetëm për të ushqyer, ndërkohë mesatarja e Bashkimit Evropian është rreth 13%. Pastaj vjen strehimi. Një apartament 1+1 në Tiranë kushton mesatarisht rreth 590 euro në muaj, ndërsa një 2+1 rreth 954 euro. Kostoja e qiras sot arrin në 80 deri në 90% të ardhurave në rastin më të mirë, ndërsa në shumë raste i kalon ato. Ndërkohë paga minimale shqiptare ka fuqinë blerëse më të ulët në kontinent, ndërsa 55% e shqiptarëve thonë se nuk arrin ta mbyllin dot muajin, ndërkohë që është 8% mesatarja në Bashkimin Evropian e atyre njerëzve që janë në këtë vështirësi. Për Shqipërinë është më shumë se gjysma e vendit. Ndërkohë Banka Botërore e vlerësonte varfërinë në Shqipëri në rreth 23.4% të popullsisë në vitin 2025. Pra, afërsisht 1 në 4 shqiptar vazhdon të jetojë nën pragun e varfërisë. Këto janë pasoja të modelit ekonomik të ngritur. Çmimet janë të larta dhe pagat janë të ulta, sepse ekonomia jonë prodhon pak, konkurenca është deformuar dhe tregjet janë përqendruar në pak duar.